pse me qytetarët në shtete tjera selektorët të bëni përgjigje sa më të ngushtë për arsye të financimit. Sikur të kishim një infrastrukturë të mirë fillt, edhe s'do të kushtonte shumë stërvitja edhe do të marrim stërvitje më shumë. Infrastruktura është ajo cila ka penalizuar qysh nga mbarimi i luftës edhe deri tani që Kosova të ngjetë vetëm me 2 sportista. Na priten shumë gara këtë vit dhe po të keshtin një infrastrukturë Kosova, ku kemi si Brezovicën, e kemi Rogovën, e kemi Pishat Slatin, kemi Gërmin, të kemi një qendër, domthonë një qendër përgjithshme sportive ku na përgatitjet të bëjmë në Kosovë, ku na edhe pse i marrim financit nga fedata, nga Ministria Financiarisht i marrim parët, pse me qytetarët parët në shtete tjera, kur mujmë ato pare, por t'i lajmë në shtetë tonin dhe të bëjmë përgatitjet në shtetë tonin. Dhe është keq që 25 vjet, 26 vjet të mos mujt me të kemë Kosovë një qendër sportive ku në çdo shtet që kemi këtu, Bullgaria, Maqedonia, Slovenia, Kroacia kanë qendra sportive, sidomos për boksertuj dhe organizojnë kampe ndërkombëtare. Po siç përshihet, çdo vjet janë të hyrë çmimet e hoteleve në Evropë. Dhe nëse keni paguar një hotel vitin e kaluar 50 euro, sot është domon 80 euro. Domon është diferencë e madhe. Për atë arsye se numrin e sportivëve të kohës sportive që meritojnë të shkojnë këto kampe me përgatitje, po nuk kemi mundësi financiare për arsye se do të bëjmë të në vite ku kemi gara evropiane, botnore, për atë arsye do të me menue selektorët të bëni përgjigje sa më të ngushtë për arsye të financimit. Kur infrastruktura jonë nuk i plotson kriteret, na kemi marrë stërvitje edhe në Ulqen, kemi marrë stërvitje edhe në Maqedoninë e Veriut, kemi marrë stërvitje edhe në shtete tjera me bashkëpunime që i kemi bërë, si në Kroaci, në Hungari, e tjera, po ne jemi koncentru ma shumë që me kriju kushte sa do minimale, ma shumë me i qu që buxheti me na përtheku me i majtë këtu, me përgadit këtu. Sikur të kishim një infrastrukturë të mirë fillt, edhe s'do të kushtonte shumë stërvitja edhe do të marrim stërvitje ma shumë. Po na jemi të kufizuar për shkak të buxhetit normalisht, që këto t'i majmë vetëm para garave të mëdha, edhe të majmë stërvitje pastaj në disa kushte jo të mira për sportistët. Infrastruktura është ajo cila ka penalizuar qysh nga mbarimi i luftës edhe deri tani që Kosova të ngjetë vetëm me 2 sportista. Kështu që nëse na bëhet infrastruktura e mirë fillt si duhet në Kosovë, atëherë besoj që kemi pas më shumë garus prezent në për Olimpiadat e radhës.